Në qytetin e Korçës u zhvilluan aktivitetet përkujtimore me rastin e 81 vjetorit të çlirimit të qytetit. Kjo ditë historike e 24 tetori i vitit 1944 shënon momentin kur Korça u çlirua nga pushtuesit fashist. Festimet nisën me performancën e bandës frymore të qytetit, para sheshit të teatrit Andon Zako Çajupi për të vijuar me pas me ceremoninë solemne, ku morën pjesë veteranë të luftës nacional çlirimtare, përfaqësues të pushtetit vendor, personalitetet të njohura dhe qytetarë të shumtë. Në fjalët e tyre përshëndetëse, drejtuesit vendor vlerësuan këtë ditë si një simbol të sakrificës, guximit dhe përkushtimit të atyre që dhanë jetën për lirinë dhe dinjitetin kombëtar. Kryetari i Këshillit të Qarkut, Petrika Tollkuçi, theksoi se kjo datë mbetet një kujtesë e përhershme e vlerave që duhet të trashëgohen brez pas brezi, duke nënvizuar se liria nuk është dhuratë, por fryt i përkujdesjes dhe i gjakut të derdhur për atë dheun. Ai shtoi se Korça ka qenë dhe mbetet një vatrë e pashuar e patriotizmit, arsimit dhe kulturës kombëtare. Te një vit e më parë, me 24 tetor 1944, Korça u shlirua nga pushtuesit fashist, fal sakrificës, guximit dhe përkushtimit të bijave të kësaj toke. Kjo ditë është simboli i lirisë dhe i bashkimit, një ditë që na kujton se liria nuk është dhuratë, por fruti i përpjekjes dhe i gjakut të derdhur nga ata që luftuan për atë dhe. Ne përulemi me respekt përpara kujtimit të dëshmorëve dhe të gjithë atyre që dhanë jetën për shlirimin e vendit. Ata ishin anën e drejtë të historisë dhe fal tyre ne sot gëzojmë një adhet të lirë dhe sovran. Është detyrë dhe përgjegjësi e çdo brezi që të mbajë gjallë idealet e tyre, idealet e atë dashurisë, të drejtësisë dhe të përkushtimit ndaj vendit. Korça ka qenë dhe mbetet një vatër e pashuar e patriotizmit, e arsimit dhe kulturës kombëtare. Në këtë përvjetor të rëndësishëm, Korça jo vetëm kujton të kaluarën e saj të lavdishme, por i përcjell brezave të rinj mesazhin e përjetshëm të dashurisë për atë dheun dhe respektit për ata që sakrifikuan për lirinë. Me krenari dhe mirënjohje, qyteti vazhdon të mbajë gjallë frymën e patriotizmit që e ka karakterizuar ndër vite.